Katër kandidat kanë shpallur ambicien për garuar përballë Sali Berishës për postin e kryetarit Partisë Demokratike në zgjedhjet që do të zhvillohen në datën 23 maj. Në selinë e PD-s sollën dokumentacionin e kandidimit ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani, Alesia Balliu dhe mjekja nga fushkryja Mereme Sela. Ndërkohë që ish antarja Komisionit të Rithemelimit Evi Kokalari deklaroi se i ka dërguar nëpërmjet postës elektronike. Ish deputeti PD Saliani dërgoi përfaqësuesit e tij në seli pasi ndodhet jashtë vendit, por asnjë prej anëtarëve të sektorit të organizimit nuk ndodhej në parti për të marrë zyrtarisht kërkesën për kandidim. Tregon edhe një herë që ajo që u premtua, që ishte pikërisht gara e hapur që premtoi në rithemelim doktor Berisha, tregon qartë që nuk ka as edhe një formë për të hyrë në zyrat e organizimit për një garë dhe jo më të garosh përballë. Duke qenë se nuk po keni mundësi. Bashkëpunëtorët e Ervin Saliani dhe Alesia Balliu të lanë dokumentat tek recepcioni i Partisë Demokratike. Njësoj veproi edhe mjekja Mereme Sela. Deklaroj për kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë, në qoftë se populli i intereson shëndeti, jeta, ekonomia, arsimi, fëmia, jam një nga personat me gjithë backgroundin e duhur. Disa javë më parë, Partia Demokratike ka vendosur përjashtimin nga partia të Alesia Balliu dhe Ervin Saliani, ndërkohë që sipas PD-s, Evi Kokalari nuk është antare e kësaj partie. Ndaj në këtë situatë duke se asnjë prej tyre nuk mund të marrë pjesë në zgjedhjet e brendshme të PD-s. Sekretari i përgjithshëm Flamur Noka përsëriti këtë qendrim duke akuzuar Ervin Salianin për bashkëpunim me Ergjys Sagasin dhe Suel Çelën. Kur të caktohet gara për administratorin e Gjysit, të shkojnë të aplikojnë gjithë. Për Partinë Demokratike duhet të jesh pikë pari demokrat, jo ti shërbesh Ramës, do të jesh njëri që shërben demokratëve. Nga të gjithë kandidatët Noka veçoi vetëm mjeken Mereme Sela. Mereme Sela është demokrate, është antare e partisë. Është pritur, ka dorëzuar. A i plotëson kriterit, as i plotëson kriterit, është çështje e institucioneve. Sipas kritereve të vendosura nga Komisioni Zgjedhor në PD, për të marrë pjesë në këtë garë duhet që kandidatit të ketë pasur funksionet larta drejtuese, e të ketë bërë betejë politike e publike, ndaj duke se dhe mjekja Sela ka pas gjasa të hyjë në garë. Në këtë situatë, në 23 maj, duke se kandidati vetëm do të jetë lider historik i Partisë Demokratike, Sali Berisha, i cili do të kërkojë mbështetjen e demokratëve për t'i udhëhequr në 4 vitet e ardhshme.